Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në video në radhës. Sot do bëjmë makinën që keni kërkuar më shumë se gjithë tjerat. Me zor keni prit, me zor kam prit edhe unë për ta provu. Ja ku e kemi. BMW E60 M5 me motorin V10 5 bish, do e shohim nga jashtë, nga mrena, do e shohim performancën, edhe do japim vlerësimin në fund. M5 që kemi këtu është 2006-ës. është me ngjyrën e bardhë, Alpine Wise 8, 3 ka mundësi, po do e shohim edhe kur t'hapim kofën. Tash kur i shef ton pamje të parë kështu, duket si seria 5 me luk M, po kur e shef shpejtësi në zhurmë, e me kornizet e merr vesh që është M5, se ka plot që janë 520 që 530 që me luk M, po kjo është tamam M5. Shvesa ka frenat normal me aerosje, me freskim. Këto diset i ka 19 që të veta që ka pas M5. Atëherë kanë debutu kur ka dalë M5. Këto s'kan pas opcion frenash ceramike, po këto që i ka goxha të forta. Po ka njerëz që kanë konvertu, i kanë vu ato të F80-s, më treshe që ka rreth mrapa, i shkojnë fix ato ceramike të asaj. Normal para kolb, mrapa kolb, llaskat i ka ndryshe, krahasu me standardën me serin 5. Kjo s'ka marmitat e veta stok, është me 4 marmita, po kjo i ka modifikume. Nga fundi 2007 s'kan pas edhe faceliftin të versionin LCI. Këto që ka standardja me 5. Tani ta shohim edhe motorin. Ky është motori ST5, 5000 V10 aspirato i BMW-s, i derivum nga motori Formula 1, se BMW ka qenë Formula 1 në ato vite. Ka pas edhe atë pilotin Juan Pablo Montoya, se dija ma me njeri. Është ndër motorat më të veçantë që është bën e herë. Ky ka prodhu 507 kuaj fuqi edhe 520 Nm tork. Me i periudhë që Benzi me 5.5 kompresor bon të 476, Audi me 5.2 V10 aspirato bon të 450, kjo bon të 507 kuaj. Është bish si motor. Kanë pas edhe këto ato problemet e veta, po nëse ja bë ato throttle actuators që kanë pas to, edhe bronzinat, nuk është se jep shumë probleme mani, po ato duhet me ja bë. Shumë motor veçantë, me 2 air intake, 2 boxan se cilin krah. Dhe që këtyne mund të bësh modifikime, mund të vesh supercharger, po kështu si që janë stok, prap janë shumë të fuqishme. Ja dhe ngjyra, Alpine Wise 3, si që tham, ja ku ka këtu. Që kur e shef në pamje është motor i bukur. Ka pak e ka këte, po prap i bukur është, V10. Tani të shohim edhe interiorin. Ky është versioni prej facelift, edhe i ka këto kontrollerat. Facelifti i ka poshtë, i ka drejt. Kjo është me extended leather, standardet s'kan qenë kështu, është me qepje këtu lart, me qepje kroskoti që do e shohim, është opsion. Duke qenë se është model i importuar nga Amerika Veriut, ka këto comfort seats, kjo pjesa këtu zgjatet. Elektrike normal komplet, afrohen edhe largohen si dush, plus janë dinamike dhe i shohim. Ka pas standarde, elektrike po jo me ka shumë lëvizje, si e 60-at, timoni më, ngjashme kanë pas ato që kanë qenë më performant. Pjesën këtu me qepje, se kanë pas shumë, ka qenë opsionale. Sedilet ka me ngroje, me ftoje, dinamike, edhe krau tjetër, dinamike, ngroje, ftoje. Kilometrazhi shko deri në 200 milje, redline 8000 ca xhiro. Të pas të është kontroli klimës, të i 60-at standard kanë pas ca rrotulla kolti. Kamjo SMG, kjo është kontroli amortizatorëve, EDC-ja, Electronic Damping Control, DSC-ja, kontroli stabilitetit. Kjo është për 500 kuaj, jo 400 kuaj, se 400 kuaj është standard pa shtyp këto ose mën. Kjo është për të lëviz shpejtësinë ndrimit të marsheve, sa shpejt mi ndru marshet. E këto janë sistemi iDrive që kontrollo iDrive-in. Ka qenë drive-at e parë që sa ka pas qenë prodhu atëherë. Kamja është SMG3, edhe kontrollohet me këte këtu. E kanë rrit pastaj edhe më vonë këtë formën e marshit për tjerat. Nga dherë sedilet, comfort, thejet dhe kjo këtu, mblidhet. Këto të kapin, majnë. Është pak nga dalët në përgjigje, po kanë qenë versionet e para të sedileve dinamike. Këtu hapet kjo center console, kjo ka për telefon, s'ka pas kjo. Lartë është Alcantara, komplet Alcantara sipër, tavani, shumë i pastër. Këtu pastaj butonat normal që i ka seria 5 timon, ka këtë butonin M, që e ka lëtë të gjitha fuqin maksimum, ndrimin e marsheve në maksimum shpejtësisë, i gjitha versionet më të fuqishme. Pedal shiftat mrapa e ka alumin plus minusat. Të shumë makinë e orientume drejt shoferit, kjo është gjë e mirë. Shohim edhe mrapa.
në një hapësirë ka këtu. Hapësirë ka për komët. Ka dhe këte që më dash të ullë tu. Me cup holdera me këta. S'ka në gjokë që di se qa. Edhe këtu hapësirë. Mrapa ka këtë pjesën e ventave. Nuk është se ka individuale kretë. Ngrot ftohtë të zjedh aty që ka ke BMW-a, po jo që vendos temperaturën vetë. Mrapa si pas se i litë me ngroje. Hapësirë lartë ka sa dush të koka, nuk është se të kap në tavan, edhe para të komët s'është keq. Është të dilja e modhe kjo, është dilja para, po ke ven, rri. Si në seria 5, tamam, s'është se kanë serifiku venin. Më pesën e 60 dhe shohim si është në performancë. Është kështu në shpejtësi normale kjo si seria 5 qa do dhe motori, zë dalo gjoku kur jetu e së thjesht. Është pak më fort në amortizim normalisht. Edhe pse se kena qu të mëja edhe e në të e ma qu thjesht. Më pesa e 60 janë prodhu 19.500 copë total, po janë prodhu vetëm 1.000 me për të bagazh. Edhe është më i limitum, më i rrallë, e ka njoni këtu në Shqipëri, s'po na jep akoma, si është mush menja ati, e i 61, bese dhe na jape se shpejti, mas saj videos mos i mushet menja. Ka pas edhe 1.300 që janë prodhu manuale, po manualet janë prodhu vetëm për tregun e Amerikës Veriut, çuditërisht, që ka më pak kërkesa për manuale, po vetëm aty janë prodhu edhe ato janë dy fishit çmimit tyne e lartë. Se nga që janë më tralla, pa ajo është me 6 marshe. Këto raportet e gjiro si ka perfekt me motorin, po prap manuale, normal që e vlerësojnë më shumë. Kurse SMG 3 që është kjo është me 7 marshe, po kjo është si robotike, kjo s'ka freksion, në të vërtetë e ka, po e bë punën kompjutri, roboti, pra ne edhe ankohen njerëz të u duket në trafik, sikur nuk është aq e mirë sa këto automatiket e tjera, po është si me qenë manuale ti në trafik do rish, do lodhesh, edhe kjo ashtu është, po thjesht e bë roboti punën e freksionit. Tash nga e kena? Semafore e tim djallës. Po, në shpejtësi të larta, mos për kohën, të llogarit ka dalë në 2005 për të parë si makinë, ka qenë shumë e shpejtë, shumë e mirë dhe gjithë këtë punë kanë pas bo, edhe fënjishi i Ferrarit ose i Giri, i Lambos, njëtën logjik kanë pas. Këna shty butonin më tani. Edhe se dilet i ka bo dinamike vetë, tu e kena drejta. Si ndryshe karakter komplet kjo kur e çon më. Tani është makinë performance. Dhe tash ishte makinë familjare. Ja, për këtë arsye kushtoi kjo. Çfarë zhurmë, çfarë përgjigje. Tash SMG-ja, nëse heq kopën pak nga gazi kur ndron marshet, e zbuti çik, po është agresive si kamja. Ja, kur e mak gazin deri në fund është agresive. Kur e ndron, ka dram. Kurse kur e heq pak, vetëm ta ngresh pak, e zbut. Këtë makinë nuk e blej vetëm për me hec drejt shpejtësi maksimale ose për bo gara, kjo vetëm zhurmën e vëdhjetës që ka kjo, e bo zbritje marrëshi.
Edhe përgjigjen që ka në marsh kur jep gaz direkt. S'dono fare, nuk e replikot dot, në vesh turbo makinës, e bëm më të shpejt. Po kjo është adrenalin në vetë është. Vë 10 ulërin mrapa, bam marrë se t'jep me goditje. Opa, t'jep me goditje. Kafsh. Shumë makinë e mirë. S'ka, përsëritën më të motorës, 5000 zhvëdhjet, kush bëm më 5000 zhvëdhjet? Po e shajnë BMW-n, po BMW-ja është më e mira se të gjitha. BMW-ja në 2005 kër është bo kjo, për motor 5 litrësh, aspirata, as turbo, as kompresor, ka bo 507 kuaj. Do të zhvaj për i të njëjtit vit, ka pas motor 8.3 vëdhjet, edhe i ka bo 500 kuaj, për 8.3, 3.3 litër më shumë se kjo. Të janë makina burrash. Shu duhet me ble. Jo elektrike, hibride, futja kot. Këte, si këto, le të hargjoj lek, e ma, jenë ndryshe, shefa si tjetër në rrugë, bo zhurmë, ka fuqi, jo me kopju një tjetërin, me merë njoni a 6 Koreje naft, merë edhe ti a 6, merë këta që ke qef. Të makina që i kena pas ondra fëmirije, to duhet me ble. Jo vetëm me menu zgjedhjen më të mirë nga ana ekonomike, jo po hargjo, jo po s'hargjo, nuk e pagu do të vetëm zhurmë më knajtësin do momentet, se nuk i bleru për makina vetëm për t'ik në punë, i ble për t'i shiju, ngi harrona e herhallet në këto. Tash që të bëjmë edhe myllën edhe konkluzionet e M5-ës E60 V10, që gjithë e kena kërku, edhe unë e kam kërku si ju, se edhe unë e kam qef. Du të falenderoj Arditin, që më dha mundësinë mi bo review makinës vetë. Shumë makinë e mirë, shumë makinë e mirë. E mirë është që knaqë që është pëlqe, po e keq është të shko menja pastaj me pa mu fut me pa për M5 V10 ose M6 V10, që është një motor. Shumë makina të mira, shumë e veçantë. A kupto, mund t'jesh me shumë makina më të shpejta, mund t'kesh RS7-ën e re, S8-ën e re me stage, i ndro marshet, nuk është është agresivitet i modh, kurse kjo të godet bam, edhe është zhurma V10-ës në sfond pastaj, nuk e repliko dot me qa do dhe vej marmita boj me zhurmë me plasje ato tjera, nuk krahasohet marmitat me plasje me zhurmën e kësaj V10-e. Kjo ka marmita Meisterschaft, po edhe stok se ka keq, po ka mja hiq kazanat ose mi bot sa gjona, janë djerë ose mi vu marmita Eisenman e qa s'ka pas për këto atëherë. S'kishim rrugë më shumë kthesa, se kjo edhe në kthesa e ka atë lezetin e vetë. Aty është shumë e shpejta edhe në kthesa është kafsh fare. Nëse i keni makina që i keni pas ondër, mos e kufizoni vetën ose mos u shtyni nga fjalët e njerëzve që jo zbot, jo është gjithë probleme kanë gati kreta, edhe kjo ka, kjo është makinë performance, ka pak më shumë se tjerat. Po nëse i ke qef, nëse i ke pasion makinat, e ble me harxhu lek tek këto lloj makinash, tek këto që zvin mo, se këto tjerat, të rejat, jo vetëm që u bje vlera, se s'është puna vetëm tana monetare, puna është edhe kënaqësia, se jam marrë do të kënaqësinë që jam marrë kësaj. Plus që këto tash janë bëhet si investim, nuk po llogarisat pjesë, e merr me çmim sot, mas x vitesh do i rritet kësaj, po do ke shargju edhe lek ndërkohë, kështu që nuk është puna vetëm aty, se do bësh boss duke majt këtë. Po do e shijosh kur dalësh për qef, kur të ecësh, ndesh me makinë veçantë që pak veta e kanë në rrugë, edhe me performancë që okay, sot ndoshta i Golf ja kalon me stage-njësh, se repliko, V10, ku do gjesh V10-ën sot? S'ke ku e merr. Kafsh makinë. Kush ka na njërin në M6 tash ta provojmë. Edhe
se 85-ën që është kjo, po së 65-ën 4000 të E90, E92, E93, edhe ato kam qefti përvoj. Ajo është me DCT ose manual. Shpresoj të ketë pëlqyer video. Nëse s'keni bërë subscribe, bëni dhe follow në Instagram, TikTok. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.